لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, një gjë e cila i jep shumë kuptim jetës së njeriut në përgjithësi është ndikimi i emrave të Allahu xhalla xhelaluhu në jetën e njeriut. Allahu xhalla xhelaluhu i posedon emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta. Emrat e Allahut nuk kanë përkufizim dhe nuk kanë numër të caktuar. Allahu xhalla xhelaluhu për shumë prej emrave të tij në ka përmendë dhe në ka treguar në Kur'an. Po ashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu xhalla xhelaluhu i posedon 99 emra, 100 pa një, ai i cili i mëson ka hyrë në xhennet. Është shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër që besimtari të i përjetojë emrat e Allahu xhalla xhelaluhu në jetën e tij të përditshme. Rahmetin që e sheh, faljen që e sheh, rizkun që e sheh, bujarin që e sheh në jetën e tij, fisnikrin që e sheh në jetën e tij. Krejt këto e bajnë besimtarin me meditue në emrat madhështor të Allahu xhalla xhelaluhu. Ramazani të nderuar vëllezër ka një lidhshmëri të fuqishme me emrat e Allahu xhalla xhelaluhu. Ka një lidhje të fuqishme mes emrave të Allahut dhe mes Ramazanit dhe agjërimit të Ramazanit. Dhe disa prej emrave të Allahu xhalla xhelaluhu në muajin e Ramazanit shfaqen shumë fuqishëm. Dhe besimtari e prek ndikimin e emrave të Allahu xhalla xhelaluhu në jetën e tij kur është duke agjëruar. Mëshira që vjen në Ramazan, falja që shfaqet në Ramazan, fisnikria dhe bujaria që bëhet në Ramazan, këto me të vërtet tregojnë se sa fuqishëm dhe sa ndikim të madh kanë këta emra të Allahu xhalla xhelaluhu në jetën e agjëruesit. Prej emrave që më fuqishëm kanë ndikim në jetën e agjëruesit është emri Allahu xhalla xhelaluhu Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, i gjithëmëshirshëm dhe mëshirues i veçantë, i gjithëmëshirshëm për gjitha krijesat, mëshirues i veçantë
për besimtarët në ditën kur do të dalin para Allahu xhalla xhelaluhu. Ky emër të nderuar vëllezër ka një ndikim të madh në jetën e agjërusit. Dhe agjërusi e prek rahmetin e Zotit në muajin e Ramazanit. E prek mëshirën e Allahut në muajin e Ramazanit. Mëshira e Allahut është që na ka lehtësuar këtë agjërim në mënyrë që na ta fisnikrojmë shpirtin ton dhe ta ngritmi nivelin e shpirtit ton në standardet e devotshmërisë. Ky është rahmeti i Allahut xhalla xhelaluhu. Ky është ndikimi i emrit Ar-Rahman, Ar-Rahim në jetën e agjërusit. Po rahmeti i Allahut xhalla xhelaluhu është që në këtë muaj për ty o agjërues o besimtar i ka hap dyert e xhennetit në mënyrë të vazhdueshme, mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj i ka mbyll dyert e xhehenamit, pastaj i ka prangos djajt. Kjo tregon se sa ndikim të madh ka ky emër i Allahut xhalla xhelaluhu në agjërimin tonë. Do të thotë nga rahmeti i Allahut ta ka letuar tyje për më ngrit dhe me ngrit nivelin tanë të shpirtit tanë, duke i hap dyert e xhennetit, duke i mbyll dyert e xhehenamit, duke i prangos armiqtë e tu, për me të lanë tyje, me të dhanë ty mundësin, për me ngrit dhe të shpirtin tanë në nivelet më të larta përmes agjërimit. Një emër tjetër që ndikon në jetën e agjërusit, edhe e shohim atë, është El-Ghafur. El-Ghafur at-Tawwab, dy emrat e Allahut, që është ai i cili fal mëkatet dhe ai i cili pranon pendimin. Allahu është mëkatfalës dhe Allahu është pranuesi pendimit të robit të tij. Në Ramazan këta dy emra shfaqen fuqishëm. Që shfaqen fuqishëm? Duke i dhënë hapësirë Allahu xhalla xhelaluhu robit vet që përmes agjërimit që e bën të arrijë faljen e Zotit. Përmes agjërimit që e bën të arrijë pendimin tek Allahu xhalla xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ati ai i cili agjeron Ramazanin me sinqeritet, me besim të plot dhe duke llogaritur shpërblimin tek Zoti, ati do t'i falen mëkatet që i ka bërë më herët. Do t'i falen mëkatet që i ka bërë më herët. Kur falen mëkatet, atë do të hapet dera e pendimit. Kur hapet dera e pendimit, ti vazhdon rrugën dhe shkon drejt Zotit tënë, drejt krijuesit tënë. Andaj ky emër i Allahut, mëkatfalës dhe pranuesi i pendimit, ka një ndikim dhe këtë ndikim duhet ta ndjejë besimtari në jetën e tij kur është duke agjëruar. Një emër tjetër që është ndikues shumë në jetën e agjëruesit është El-Afu. El-Afu është shlyrës i mëkateve, falës dhe shlyrës i mëkateve. Përmes agjërimit që e bën ti, Allahu xhalla xhelaluhu, përveç që të ka premtuar që do ta fal mëkatin që e ke bërë si njeri, ka premtuar që do ta shlyejë edhe mëkatin që e ke bërë. Për këtë njëna prej lutjeve që na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bën në Ramazan, po sidomos në 10 net të fundit, e sidomos atë moment kur mendojmë se jemi të e qëllue natën e Kadrit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuani Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, ti i shlyn mëkatet. Përveç që i fal, i shlyn mëkatet, andaj shlyj mëkatet e mia. Ti je falës, i shlyn mëkatet, shlyj mëkatet e mia. Një emër tjetër që ndikon në jetën e agjëruesit është El-Hadi wan Nur.
ai I cili është udhëzuesi dhe dritëdhënësi, a nuk manifestohet të nderuar vëllezër përmes agjërimit ky emër I Allahu xhalla xhelalu, kur shohim njerëz të cilët udhëzohen në Ramazan, largohen nga punë tek këqija në Ramazan, shëndritin me dritën e imanit në Ramazan, I mbushin xhamijat në Ramazan, e shijojnë zbritjen e Kur'anit në Ramazan. Këtë tregon për ndikimin e këtyre emrave të Allahu xhalla xhelalu që është udhëzuesi. Allah është ai I cili udhëzon dhe ai I cili e shëndrit zemrën dhe shpirtin e besimtarit. Po ashtu një emër tjetër që është shumë ndikues në jetën e agjëruesit, një emër I Allahu xhalla xhelalu El-Qarib, I afërmi. Kur besimtari nuk e nin afërsinë e Allahut ndaj tij më shumë se sa në Ramazan. Kur nuk e nin afërsinë e Allahut më shumë se sa në Ramazan, është një ndjenjë e veçantë për agjëruesin. Kur e ndin afërsinë e Allahut në muajin e Ramazanit në agjërimin e tij, duke ja letuar agjërimin, duke ja mundësue me bë punë të mira gjatë agjërimit, duke ja pranue lutjet gjatë agjërimit. Dhe ne kur lexojmë për ajetet e agjërimit në Kur'an të nderuar vëllezër, befasisht hasmi një ajet shumë interesant brenda ajeteve të agjërimit. Dhe kjo kërkon meditim të thellë. Për me të kallëzue ty e Zoti se sa afër është me ty e gjatë Ramazanit. Për me të kallëzue se Allahu është I gatshëm të I pranoj kërkesat tua dhe nevojat tua për hatër të agjërimit që e ban për Allahun. Ky ajet që është fut në mesin e agjërimit, ajeteve të agjërimit nuk ka të bëjë fare me agjërimin. As nuk përmend dispozitat të agjërimit. Allahu ka thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Të pyesin ty o Muhammed për mua, thuaj të pyesin ty o Muhammed për mua, unë jam afër. Të pyesin ty për mua, unë jam afër. Afërsia Allahu xhalla xhelaluhu, afërsia Allahu xhalla xhelaluhu vrehet në lutjet që I bën ti. A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 lutje nuk kthehen mbrapa asnjëherë janë pranuar. Lutja e prisit të drejtë, lutja e agjëruesit dhe lutja e atij që I është bë padrejtësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjëruesi e ka një lutje në iftar që nuk I kthehet mbrapa. A nuk tregon kjo afërsi të Zotit ton për me t'ju përgjigj kërkesave tua? Afërsinë e çështjen që ka thënë Allahu xhalla xhelalu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua, unë ju përgjigjem juve. Lutmuni mua, unë ju përgjigjem juve. Afërsi në devotshmërinë e besimtarit. Inna Allaha qaribun min al-muhsinin. Allahu ka thënë është afër atij I cili bën punë të mira. Afërsia atij me ndëgjimin e tij, me shiqimin e tij, afërsia atij me bujarinë e tij, afërsia Allahu xhalla xhelalu me mëshirën e tij. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu në hadithin kutsi, ka thënë unë jam afër robit tem, çysh mendon ai edhe unë mendoj për to. Unë jam afër atëherë kur mendon robi janë për mua, unë jam aty. Unë jam aty nëse ai unë përmend në veten e tij, unë do ta përmendi në veten time. Nëse ai unë përmend në një grup, në një ambient më të hapur, unë do ta përmendi atë në një grup edhe më të mirë se ai grupi që ai ka përmend mua. Pra të nderuar vëllezër, le ta ngritmi nivelin e Ramazan, agjërimit të Ramazanit edhe me këtë vlerë që me shijue na ndikimin e emrave të Allahu xhalla xhelaluhu në jetën tonë agjëruese. Mëshirën e Allahut, faljen e Allahut,
pa uri që e kije gjatë Ramazanit, me thonë agjëroj jashtë Ramazanit, nuk më mja dalë asë njëherë, fisnikrin që e kije në Ramazan, bujarin që e kije në Ramazan, lutjet që i banë Ramazan, ta shijojmi emrat e Allahu Gjelle Gjelalu në jetën tonë agjëruse, e lusmi Allahu Gjelle Gjelalu, me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të lata, që të i pranoj vepra tona, na falë dhe të na mshiroj, dhe të dalmi nga ky muaj me dhuratat më të mëdha dhe me fitoret më të mëdha, ky muaj të ndëruar vëllezër, vetëm se po e merr tash edhe gjysmën e saj të agjërimit, gjysmën e tij të agjërimit, andaj do thotë të angazhohemi dhe të forcohemi edhe më shumë që këto net edhe ditë që kanë me Ramazanit të i kalojmë edhe më shumë në punë të hajrit dhe në ibadete dhe në punë të mira, duke i shijuar mirësitë e Allahu Gjelle Gjelalu, duke shijuar faljen dhe mëshirën dhe udhëzimin dhe afërsinë e Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.